Miqtë e mi, përshëndetje. Uroj që të gjithë të jeni mirë. Jemi këtu akoma edhe pse situata është e vështirë, derisa Zoti të na japi mundësinë dhe të na japi fuqinë për të folur. Ariana ka vendosur plisin e bardhë me qelsin e të madhit thot dhe po vazhdon që të informoj akoma për atë fuqi që është brenda meje dhe që ju e njihni tashmë, sepse jemi një familje dhe të gjithë bashkëpunojmë, ecim në të njëjtin vibracion, në të njëjtat frekuenca, e kështu që duhet që të vazhdojmë, duhet që të shikojmë situatën, çfarë po ndodh, po Zoti jon sa fuqi ka, në cilën shkallë jemi, cilët janë përballë meje ata që po na imitojnë, sepse po na imitojnë, kanë marrë të gjitha ato çelsat tona që kemi nisur që me kohë që të tregojmë, kanë marrë, si të thuash, atë fuqinë për të dalë në komandë, por ky qelës që Ariana Milo ka vendosur mbi këtë plis të dimensionit 5, i cili është guri i filozofisë, është i të madhit thot, qelsi sekret, i të madhit thot ku nuk merret, nuk e merr askush, shikojeni që e kanë dorën e tij, në qoftë se ai nuk ka arritur ekuilibrin kozmik, në qoftë se ai nuk ka arritur shkëputjen nga trupi, ekuilibrin e shpirtit, duke dalë nëpërmjet dekades, fuqisë së dietës, duke hyrë në trupin hermetik, nuk hapen portat, në qoftë se ti nuk e hyrë në trupin e brendshëm hermetik, në qoftë se nuk je lidhur me 7 fuqit planetare, sistemi diellor, dhe nuk e dal në numrin 8 dhe në numrin tënd, atë të plisit ton, të bardhë, të perlës së bardhë, të purifikimit dhe të fillimit. Pra, shikoni se sa sekrete janë këto gjëra dhe për të arritur Zotin nuk vihet as se po ju flet Ariana, as se po ju flasin të tjerë si puna Arianës, nuk arrini dot as nëpërmjet mediumeve, unë ja u kam thënë disa herë, Zoti nuk arrihet në asnjë mënyrë nga zërat dhe nga suoni, nuk arrihet nga suoni. Edhe unë që kam dalë këtu, kam dalë për një mision, për një detyrë, dhe ju kam thënë që kjo detyrë që mu caktua, që unë të flisja për Zotin mbi të gjitha, jam unë që po bëj purifikimin tim, për të arritur anima ime tek ky vibracion i numrit 8, i numrit 9, që unë të dalë, të rilindë, dhe unë ngarkova me detyrë që ajo që ndodh në mua, unë ta bëj transparente edhe nëpërmjet jush, kështu që impulset e mia, të trupit tim, të gjendjes time shpirtërore, të asaj çka po vjen tek unë, duhet i kontrolloni ju me tuajat, por jo që t'ju mbledh Ariana dhe t'ju bëj fe dhe t'ju bëj grup dhe t'ju nxjerr, sepse Ariana duhet bëhet e madhe, sepse ne duhet që të dalim në komandë, sepse nuk e di, kemi bërë që të lindë një xhelozi shumë e madhe, por Zoti jon na mëson tek trupi hermetik, i madh i thoti, gjithmonë, na mëson që në qoftë se ne hapim portat e sipërme, kalojmë 7 çelsat që unë ja u tregova pak në kode, por janë mantra dhe janë 7 shkallë që anima duhet që të rrit, dhe gjen Zotin ku ai Zot i numrit 9 dhe i numrit 8, që është vetë thoti, sepse emri thot
ka në kodin e tij infinitin 8. Dhe ky Zot që Arianës i tha dil dhe fol për mua, nuk ka nevojë që të jetë i adhuruar nga të tjerët, nuk ka rival, thot, ai është i miri, ai është i bukuri dhe nuk ka pse të ndodhin xhelozira, sepse është njëshi, është i pari, dhe mbi të ose përreth ti nuk ka asnjë tjetër që të ndodhin xhelozi dhe Zoti jon të bëhet xheloz, për atë që ai është, pra është i pari, është i gjithësishmi, është burimi i inteligjencës, burimi i jetës, burimi i bukurisë, burimi i krijimit, burimi i gjithçkaje që është e mirë që ne kërkojmë të arrijmë, por nuk arrijmë dot, dhe thot që keqja, thot, dhe xhelozia, invidia, xhelozia, ego, dhe gjithë ato që përjetoni ju, thot, jetojnë aty, thot, në planet e ulta, në planet tuaja, thot, dhe kur jeni në mish, sepse po të krahasoni me mua, thot, nuk ekziston rivalitet. Unë nuk kam kundërshtar, thot. Kundërshtimi, thot, dhe lufta, që siç po ndodh, jo, xhelozia dhe të gjitha këto presione që po na bëhen, nuk ndodh këtu sipër dhe nuk e bëjnë njerëzit që janë të këtij Zoti. Kështu që duhet kuptojmë që njerëzit cilët janë kundër nesh nuk janë me të vërtetën. Njerëzit të cilët janë xheloz për atë që ne kemi dhënë dhe nuk japim nga librat vetëm, te librat Ariana arriti kur kërkonte që të gjente të fshehtën, kur kërkonte të kuptonte atë që ajo mori, sepse Zoti i saj ka fshehur çdo gjë. Zoti i saj nuk ekziston këtu në planet e poshtme. Zoti i saj është mbyllur në një këtë fuqi hermetike ku të pakt dhe të rrallë do të vini, do ta kërkonin, dhe për të kërkuar, ky Zot thot që ai që më kërkon, thot, bëja rrugën të vështirë. Bëja rrugën të vështirë me qëllim që atë që kur ta gjej, ai ta meritoj. Pra nuk është e lehtë që të merren këto çelsa, i kamonik e ti, dhe tani unë do t'ju tregoj pralla ju, dhe tani unë do t'ju tregoj imagjinata ju, jo. Kur hapet çelsi, flet vetë Zoti. Unë, Ariana Milo, kur vi këtu, vi për atë që mua Zoti më ka dhënë, për një ëndër që më ka sinjalizuar, për ëndrat tuaja që ju tregoni, për gjithçka që më ka hapur syrin edhe për të kërkuar, sikur po them që duhet kërkuar e vërteta, dhe jo vetëm të kërkuar, por duhet të kërkohet nëpërmjet këtij vibracioni. Duhet të kërkohet nëpërmjet frekuencave të 7 fuqive kozmike. Dhe unë të dal në frekuencën time alfa, fillimit, ku si qelës që e mban mbyllur është fuqia e errësirës dhe e ka deri tani që e mbulon në këtë dimension që ne jemi, i madhi dragoi antik. Kështu që lufta bëhet me një dragua, lufta bëhet me të gjitha fuqit e errësirës. Lufta bëhet, është ajo fetare, është ajo të lënit animën në mjerim. Është ajo e vjedhjes së animës dhe e bllokimit të saj, e futjes së saj në burg, e mbylljes së saj në barriere, që ajo kur të mos dalë më, dhe rojet dhe ata xhelatët e asaj që anima vihet në burg dhe është dënuar aty që të mos shohë më, të mos lidhet më me vibracionet e sipërme, të mos kuptojë më Zotin, por ka mbetur në gjumë brenda nesh dhe quhet inconscio,
quhet e panjohur, ajo që ne nuk dim. Dhe kur gjendet Zoti, kërkohet nëpërmjet kësaj, unë nuk di dhe dua të gjej dijen. Dua të gjej dritën time e cila është mbyllur brenda meje, fle brenda meje, por unë nuk di se cilët janë ata që më kanë mbyllur mua dhe si më kanë mbyllur dhe për çfarë qëllime. Prandaj Ariana po flet dhe po tregon hapur atë që po ndodh në mua. Luftën time po e shikoni vetë se çfarë është luftuar Ariana përveç rrugës time që kam bërë unë gjatë kohës që kam marrë Zotin, që kam lexuar, që kam kërkuar t'ja u tregoj dhe ju për mision të Zotit. Dhe jo se po del Ariana këtu për të qenë më e madhe se ju, për të qenë më e ditur se ju, jo. Unë jam në një provim, jam në një komision aty sipër dhe ju, kur ju tregoj, jam me ata mësuesit e mi qellor përballë në mendjen time, në memorien time, në shpirtin tim, dhe po kërkoj që të jap atyre atë që unë kam përcjell. Dhe nëpërmjet Arianës, nga një anima, tregon i madhi, në qoftë se një anima arrin që të hapi portën e sipërme, ajo lidhet me dy të tjerë, edhe dy të tjerë lidhen akoma me dy të tjerë, edhe dy të tjerë akoma me dy të tjerë, dhe bëhet piramida dhe formula e fis dhe spirales së Fibonacci, që të gjithë e dim. Dhe njohim kështu, njohim sekretet. Të gjithë ju kanë thënë, mos lexoni libra, mos hapni librat fetar, mos kërkoni, sepse Zoti vjen kështu nga, nuk e di se si, vjen nga këta persona që po ju flasin, okay? E kanë marrë këta Zotin dorë, dhe ju mos lexoni, por këta e kanë kuptuar të vërtetën, ne na kanë lënë në ignorancë, dhe tani e vërteta do të vi prej këtyre, jo. Kujdesni. Po flas ju familjes time dhe personave që janë si Ariana. Ariana, kur ka marrë Zotin, nuk pushonte së kërkuari, së lexuari Biblën ditë e natë, sepse takova Jezu Krishtin në ëndër, më pagzoi dhe më tha, ndiq hapat e mia. Dhe unë, për të ndjekur hapat e Jezu Krishtit, duhet që të lexoja ku ishte Jezu Krishti. Dhe nuk lash më Bibël, kudo nëpër shtëpia që vija, që punoja, kërkoja Biblat vjetra, që të kërkoja se qa kishte njëra, qa nuk ishte tjetra, qa ishte fshehur te kjo, kërkoja të fshetën. Nuk lash apokrif, nuk lash gjithçka. Pastaj kuptova se fshihesh diçka tek librat e Enok, sepse lexoja ato përkthimet poshtë. Gjeta librat e Enok, i lexoja ato, pastaj arrita tek thoti ëndrat, njëkohësisht nëpërmjet ëndrave gjeja gjuhën dhe kodet e ëndrave që më shfaqte Zoti, që më sillte, i gjeja në shkrimet e shenjta. Prandaj kujdes, sepse kur Zoti komunikon dhe Zoti kërkon që të flas me ju dhe me ne, në qoftë se ne nuk i njohim gjuhën Zotit, ne nuk afrohemi dot tek Ati. Nuk i afrohemi dot burimit, nuk dim se si të purifikohemi. Ariana nuk po ju thot që ju ikni dhe futuni në fe, jo, por ky dragua që ka mbyllur me çelës dijen, e vodhi atë çka ishte lënë e thotit, sepse po të mos lexosh, nuk e di të vërtetën. Po të lexosh këtë libër, thoti tregon, unë kam lënë thot atë çka ishte e imja. Dhe çka ishte e thotit, ishin regjistrat, gjithçka e shkruar në dije, sepse ishte Zoti i dijes, Zoti i matematikës, i gjeometrisë së shenjtë, i magjisë, Zoti i hënës, i kalendarit, i përllogaritjeve, i anës së majt, të trurit tonë, sepse ishte hëna e parë e lindjes parë të diellit dhe ishte ai albedo, ku shkruajti nëpërmjet shpirtit puro dhe është ai mësuesi që do të purifikoj animet. Sipër dhe lart, thot, do t'i bëj një. Dhe kur ti të bësh femër mashkull, sipër lart, thot, lart dhe poshtë, gjithçka përreth teje, jashtë teje, brenda teje, ti bësh një, thot, dhe ti bashkohesh njëshit, atëherë, thot, ti ke arritur përfundimin dhe rritjen tënde që ke gjetur Zotin. Dhe kjo do të thot një. Pra, që unë të arrit tek Zoti, që unë të arri një,
logosin të hap portën, sepse logosi është atje ku bie Zoti. Dhe që unë të hap portën e logosit dhe të bjerë Zoti brenda meje, unë duhet kërkoj. Nëse nuk kërkoj, si do vi Zoti? Ariana nuk ja u jep Zotin, jo. Nuk ja u jep punë, nuk ja u jep Tim Shkupi, nuk ja u jep asnjë njeri që flet dhe po flet si puna Arianës. Dhe këta të rinj që po flasin që unë nuk i konsideroj. Kujdesni. Duhet që të kërkoni, në qoftë se nuk kërkoni, thot Chelsea nuk ka Chelsea në qoftë se nuk arrin ekuilibrin. Nuk ka. Chelsea nuk jepet kështu që pashun një ëndër dhe mu dha Chelsea, jo. Mua mu dhan portalet, por kam 8 vjet që po kërkoj. Po kërkoj gjuhën e kodeve, po kërkoj gjuhën e të fshetave, po marr ëndrat tuaja të gjitha, po i analizojmë të gjithë së bashku këtu, po kërkojmë gjuhën e ëndrave, po kërkojmë gjeometrinë e shenjtë, po kërkojmë të zbërthejmë astronominë, yjet, po kërkojmë të gjejmë historinë e tyre, rrugën e tyre, po kërkojmë të zbërthejmë mitologjinë, po kërkojmë të zbërthejmë arkeologjinë, sepse janë të lidhura gjërat. Krijimi është bërë në një bazë perfekte, gjeometria të shenjtë, fjala e Zotit, kombinimi i vibracioneve, kombinimi i frekuencave. Janë frekuenca, universi lëviz nëpërmjet frekuencave. Frekuenca dhe vibracioni on puro, si do ta gjeni? Si do dilni nga om, si do dilni dhe si do ta kuptoni fuqinë e om, frekuencat e omit, si do t'i kuptoni? Ariana është një që i ka kërkuar gjërat. Ariana është një që shkon në Egypt dhe kërkon tek zotat e librin e të vdekurve. Çfarë fshihet? Çfarë thot këtu? Çfarë thuhet për ne? Sepse e kuptuam që thoti është trup dhe është Chelsea i gjuhës shqipe. Ky është Chelsea. Atëherë, në qoftë se unë gjej fillimin tim, në qoftë se unë gjej perlën e bardhë, kokat e gjata, të stërgjatura, të cilat jetonin me energjinë pura dhe lindën prej energjisë pura, ata duhet kërkojnë veten e tyre, duhet ta kërkojnë, sepse është e fshehur. Çfarë jam unë? Çfarë është fshehur? U jam unë, çfarë piramida? Çfarë sekreti mban piramida? Ariana vetë dhe e kërkon. Nuk rri që të thotë që shikoni tani o njerëz, sepse ne na kanë gënjyer. Fet, okej, na kanë gënjyer, na kanë mashtruar, por Biblën nuk e kanë lexuar asnjëri. Fet na kanë mashtruar, okej, e kanë marrë 80% i kanë bërë musulman, por Kurani nuk e ka lexuar asnjëri. Asnjë njeri. Nuk e dini se çfarë është fjala Islam. Nuk e dini se çfarë është mantra Lam. Nuk e dini akoma se çfarë është Isai. Çfarë fuqi e përmban Isai? Pse lidhet Isa me Lam, me mantrën Lam? Është kjo çakra e origjinës, e rrënjës. Ju thash që Zoti ka bërë të gjitha të lidhura me njëra tjetrën dhe i ka mbyllur me qelës. Nuk arrin dot as Tim Shkupi te Kurani, as hoxh, as imam, nuk arrihet, sepse nuk të lë një rregull kozmik, nuk të lë një rregull kozmik i cili është fshehur nëpërmjet një energjie të caktuar të omit, është fshehur nëpërmjet një energjie të caktuar të omit, e cila është femërore dhe do kalosh nëpërmjet thotit. Pra nuk ka Kuran, ju nuk kuptoni dot mantrën Lam dhe të kënduarit e qarku të origjinës femërore, nuk kaloni dot nga barku i femrës për të arritur ju te Kurani, për të kuptuar ju Kuranin. Okej, u tha, unë qortova sepse flas për vete. Mua duke më dhënë Zoti fuqinë e tij brenda meje, unë po punoj me këtë fuqi. Unë po shikoj me syrin e Zotit, sikur po ju tregoj librat, Ariana kërkon të vërtetën dhe kur vi flas këtu përpara jush, ju sjell një ëndër, atë që sot më tha, format, më tha format të cilat nëpërmjet një magneti, një formë katrore, ato vinin njëra me tjetrën dhe thitheshin njëra nga tjetra.
Në fillim ishte ngjyrë e zezë dhe unë duhet kuptoja atë që ato thitheshin dhe ishin me kënde, katrore, dhe kuptoja që këta, sepse kishte të bënte me mendjet e njerëzve, do të venë për forca në atë fuqi që ata janë bërë. Kështu që ne nuk kundërshtojmë, ne gëzojmë, ne falenderojmë Zotin, sepse me syrin ton të dijes, të inteligjencës që Zoti po vjen brenda nesh dhe sjell mbush atë enën ton të brendshme, e mbush animën ton me dije dhe ne dim, ne kuptojmë, ne njohim. Unë njoh që Kurani nuk është lexuar, unë njoh që Bibla nuk është lexuar, nuk lejohet që të lexohet nga besimtarët, nga këta priftërinj, se besimtarët as e kanë idenë se çfarë është aty në Bibël, por nuk lejohet. Ti kur shkon te prifti do ta jap ashtu si do ai, sepse ti je vjedhur prej tyre. Okej? Të vesh te Zoti është hermetikisht e mbyllur doktrina. Kështu që ty nuk të lejohet që ti të njohësh Zotin. Thjesht duhet të rrish aty sklave politikës dhe e fesë. Ty nuk të lejohet të kuptosh Kuranin. Jo, ti nuk je musulman, sepse ti nuk nje mantrën e origjinës, ti nuk di ta këndosh atë mantër të origjinës. Nuk e nje ti nuk e nje Zotin e saj të fillimit dhe të agimit. Nuk e nje. Në Kuran, njeriu vjeni bërë prej spermës, sepse është mantra lam e Islamit. Në Bibël njeriu vjeni bërë prej frymës, prej shpirtit, sepse është fjala e Thotit që tregon tek njeriu. Vetëm unë thot e tregova. Jam unë thot që e tregoj Zotin, sepse jam unë shpirti puro i fillimit. Dhe unë thot e kam lënë trupin tim, çfarë është trupi këtij? Janë librat e shenjta. E kam lënë thot e lash atë thot me vetdijen time, ja u dhash bijve të kemit, kujdesë, sepse dje ju thash dhe ju kam thënë disa herë që nuk jemi të gjithë shqiptarë. Dhe aty ku ka rënë Thoti në ishullin e tij u ndal, që ai bie me Atlantideasit, njerëzit arianët e dritës të dimensionit 5 të Sofijes, okay? Dhe që kanë qelsat e qellit, qelsat e jetës dhe qelsat e vdekjes, ata njohin vdekjen dhe tani njohin dhe kuptojnë të gjitha këto gjëra. Kështu që fjalën thot dhe trupin tim thot unë e dhash, e lash, që ata ta merrnin, të bëheshin Zot në vendin tim, të visheshin njësoj si kur mua thot, dhe të tregonin veten e tyre se ata ishin Zotat. Por ata nuk janë Zotat, sepse në fund thot kur populli im të zgjohet thot dhe unë t'i bashkohem atyre, thot trupi im do të ngrihet, trupi i Thotit është këmisha e shkrimeve të shenjta, kështu që unë di ta lexoj Biblën, sepse po kërkoj trupin e të madhit Thotit, të energjisë time femërore dhe të animës që unë ta bashkoj me Zotin. Kur them energjisë femërore, e kam për omin e tokës, e kam për mantrën lam të tokës. Kur unë dal nga errësira, që muslimanët duhet të dalin nga errësira dhe po presin atë daljen e tyre në atë natën e kadrit, në shpërthimin e një bote të xhenetit, që ata imagjinojnë dhe kërkojnë që të arrijnë në xhenet dhe rizqimi në fund që dinë që do t'ju vinë nga Isai. Dhe ju thuhet që kjo fe është feja e vërtet. Ky libër është libri i vërtet. Islami është feja e vërtet. Kujdes, sepse Islam dhe mantra lam, am dhe imam është femërore, është e Thotit. Mantra lam e origjinës është në femërore, sepse është mitra. Okej, janë organet seksuale që unë ju shpjegova para disa ditësh. Okej, është zjarri i poshtëm, është femërore, kjo mantër, ky qark energjetik, rrënja, shtëpia, themelet, këmbët, në femërore që ne jemi, pastaj vjen shpirti. Okej, njeriu e bën prej spermës, prandaj gjithçka në Kuran është femërore. 114 sure, 114 fisha të
shtyllës së kurrizit, të cilat duhet të ndizen një nga një nëpërmjet mantrës Lam, e cila do të dalin në një mësues femëror. Imam është femërore, mësues femëror, dhe Islam është një fe femërore. Nuk është një fe mashkullore që të dali dikush dhe të thotë tani o njerëz, unë jam Muhameti, do të heqim Muhametin e parë atë të Bagdatit që kishte 15 gra dhe do të lëm një Muhamet që ka patur një grua. Por kujdes, sepse kur vim këtu, hëna ka 15 cikle. Do të kalonte në 15 shkallë, thot, i madhi thot. Dhe ju e dini stacionet e hënës, ku Muhamet do të provonte racën e dritës të perlës së bardhë dhe do t'i rrëzonte ashtu si kur thot Kurani. Ne ju provuam, por ju ratë, sepse nuk ishit fuqishëm në fe. Ne ju provuam, erdhëm, ju provuam, ju dhamë Zotin, por ju besoni të rremët. Ju doni gënjeshtrën, nuk doni të vërtetën. Dhe kështu që vim këtu dhe njerë të thoti, prandaj po ju them që Arianën nuk e gënjen dot njëri. Dhe kur unë ka marrë Zotin, unë nuk pushoj dot që ti them tim Shkupi, ti po lexon mirë Kuranin, dhe këta shqiptar të mjerët, shqiptar, duhet kalojnë tani nga hoxhët, që asnjë gjë, do me thënë i mbajtën deri tani në litar dhe në vdekje, duhet të vinë tek një mësues tjetër që nuk e di se çfarë po thot, i rrem. Prandaj do të bini, në qoftë se nuk dini, në qoftë se nuk njihni, në qoftë se nuk kërkoni, ju do të bini në çdo gojë që do të vi dhe do t'ju flas. Ndërsa unë Ariana në bazë mësimeve të madhit thot, është mësues i vetmi mësues i cili nuk ekziston në trup njeriu. Dhe thot kur hyn doktrina ime, ti tek unë thot, do të vish dhe do të purifikohesh dhe kur të më takosh mua thot si esencë, si fuqi, është dhe në fuqinë e planetit të Merkurit dhe ëndrat na vinë po nga ky. Në qoftë se ti nuk e ëndra o njeri, ti nuk e kapur frekuencat e Zotit. Kështu që për çfarë do flasësh? Ti do të flasësh atë që të tregoj unë, thot, dhe ëndrën tënde gjeje nëpërmjet kodit librave të shenjtë dhe shpjegoje se çfarë po të them unë, sepse dia është e fshehtë, thot. Unë kam folur me kode, kam folur me shenja dhe ti thot shkodifiko atë që kam lënë unë. Piramidën po e zbulojnë tani dhe thanë që është një makinë e madhe elektromagnetike. Dhe ne jemi piramida, ky thotë kam bërë unë piramidën, ku fuqi po e analizojnë tani. Piramida është e thotit. Dhe gjithçka në sekrete i kam lënë unë, thot aty, sallat e amentit jam unë, kur të vish tek sallat e amentit që të marrësh të qelës, thot, do të kesh kaluar 15 shkallë poshtë, 15 shkallë do të kesh kaluar poshtë në errësirë, do të jesh përballur me të gjitha fuqitë demoniake dhe kur të kesh fituar ato dhe që ti kesh marr zjarrin e këtij që ka mbyllur të dragojt, ta kesh fituar atë dhe të dalësh në mantrën Lam, të lindësh dhe të rilindësh nga barku i nënës. Ti atëherë thot do të bësh një imam. Imam, ama është hëna. Ama është hëna dhe është energji femërore. Dhe është energjia femërore e tokës që ne do të marrim. Dhe Lam është energjia femërore e barku të femrës e cila lind birin e Zotit. Prandaj shikoni sa gjëra që janë, mos lejoni njerëzit që t'ju gënjejnë dhe gëzoni që koha tani të paktën disa prej nesh arrin që të kuptojnë kohën se ku jemi, ma ne arrim që ta kuptojnë nëpërmjet librave të shenjta, sepse ëndrat që na vinë verifikohen aty në atë çka është thënë para se njerëzimi të krijohej, sepse trupi i thotit, këmisha e tij, librat e shenjta janë ndarë në pjesë dhe janë lënë profecit kudo. Kanë folur Maja për profecit, kanë folur këta babilonezët që kanë lënë profecit, janë lënë profecit në Egyptin antik për rjarrjen e Ozirit dhe të Pepit, të kësaj feje
pi të syrit magjik të Zotit, janë lënë profeci në Bibël, janë lënë profeci në Kuran, kudo në librat e shenjta që gjenden sot janë trupi Zotit. Është pjesa e tij. Nga një krah ka vajtur koka, në një krah ka vajtur një këmbë, në një krah ka vajtur në një dorë, në një krah ka vajtur këmbët, dhe të gjithë lexojnë ato dhe shfrytëzojnë të tilla fuqi të sekrete, ezoterike, duke futur njeriu në animën nëpërmjet magjisë në errësirën e saj dhe ajo nuk di më se ç'a mëson, kërkon Zotin, por kur nuk arrin. Ajo kur nuk arrin një përfundim të saktë që të gjej dritën e saj dhe të lidhet me burimin. Prandaj kujdesni o njerëz, unë po ju them dita ditës kujdesni, sepse nuk jemi njësoj. Si Ariana që falenderoj Zotin dhe ju të gjithë e dini se çfarë po bëjmë ne me pastrimin dhe purifikimin ton. Ëndra, sinjale, mesazhe, po kërkojmë të shkodifikojmë, po kërkojmë që të largohemi nga ambientet, po na lindin luftra, po na lindin të gjitha këto kontradiktat, por ne nuk lodhemi dhe e dim që ne jemi në rrugën e saktë. E dim që ne kemi nevojë për një Zot, Ariana nuk është Zoti. Nuk po ju them ju këtu që unë jam Zoti, o njerëz tani unë jam ky, jam ai, jo. Ariana është një shërbëtore, është një mesaxhere që mesazhet na vijnë nga Zoti dhe po kërkoj që të lidh gjërat, sepse jam një anima në kërkim, sikur ju thash. Jam një anima e vdekur e mbytur në burg dhe po kërkoj të dal nga burgu im. Deri kur të dal në këtë që të vi koha ime, ku të gjithë jenë si Ariana dhe të gjithë jetojnë në paqe. E kuptoni, kjo është, kështu që unë kërkoj që ne të arrim këtu dhe të mos harroj ëndrrën e një djali para se të dilja përballë kësaj kamere, më shkruan një djalë, falenderoj Zotin gjithmonë, sepse asnjë gjë nuk është rastësi. Thot Ariana, kam parë ëndër, thot sikur u hap dritarja, thot, dhe unë u zgjova në ëndër. Dhe nga dritarja, thot, hyrin një bretkos, thot, hyrin disa bretkosa, thot, dhe i mora të qarqafin, thot, dhe ja u hodha sipër atyre bretkosave dhe i thash ti me shoqe, thot, që mbyllet dritaren se po na vin bretkosa nga jashtë. Dhe thot, djali, thot, çfarë është kjo që kam parë? Motivi që unë të gjitha gjërat që ju thash, po të dini që të lexoni librat, që të keni të lexuar librat e shenjtë dhe të njihni gjuhën e sekrete të librave të shenjtë, aty gjeni çfarë janë bretkosat. E shikoni që Zoti dërgon sinjale ashtu sikur ka shkruar në librat e shenjtë. Bretkosat dolën në luftën kur del Mojsiu nga Egjipti dhe Zoti lëshoi bretkosat, 10 plagët. Zoti lëshoi karkalecat, sikur po ju themi tani që pas kalit të bardhë që Ariana po transmeton erën e energjisë pura, sepse Zoti më kërkoi purifikimin, nuk më tha që ti dil dhe thuaj që ti je Zoti. Jo, më tha ti dil dhe ju thuaj shqiptarëve këto që po të them unë. Prandaj unë jam një tramite e asaj çka mua më vjen dhe ju them ju. Po deshët besoni, po nuk deshët, është puna juaj. Unë Ariana po bëj atë që i madhi Zot më tha. Kështu që jam një shërbëtore, jam vetëm një punëtore e Zotit, që punoj dhe kërkoj të vërtetën e tij. Kaq është Ariana, nuk është Zoti Ariana ashtu sikur po ju thuhet, dhe që do t'i shikoni njerëzit zota dhe po marrin me vete rrath të mëdhenj animesh dhe po i vënë për kënde, kujdes, sepse doli piramida e pat, del në spirale, dhe spiralen e keni brenda. Të për të arritur tek syri i tretë, syri i artë, duhet që të arrini nëpërmjet shpirtit tuaj të brendshëm. Nuk arrihet nga suonet e jashtme. Këto që po ju thot Ariana, verifikojni, jo të vini pas meje, po verifikojni dhe shikoni veten tuaj në paskyr. Shikoni veten tuaj në paskyr. Kërkoni ku e keni djathtën tuaj, kërkoni ku e keni të majtën tuaj, kërkoni ku keni qëndrën, kërkojeni.
ku keni qëndrën dhe kërkoni ku ju del spiralja juve. Kërkoni dhe shikoni ku e keni ju vibracioni, ku vibroni, ku shkoni, ku kërkoni ju. Në çfarë frekuencash rrini, çfarë është toka për ju, çfarë është omi. Sepse thash po mi marrin të gjitha këto që unë po shpjegoj dhe po i bëjnë të tyre. Prandaj kujdes në atë që po ju thuhet dhe në atë që do t'ju thuhet, sepse ju kam thënë gjithmonë dhe na e ka treguar Zoti shenjat që do të vi kështu, do të vinë errësira, do të vi përmbytja, do të vinë dallë të mëdha, do të dalin gjarprinj, do të dalin këto hijet e zeza, do të vinë këta demon me kokë bretkose dhe me kokë gjarprinjësh të jeshil, do të dalin nga toka, sikur thot djali dhe më erdhi aty thot që unë nga dritarja thot edhe unë mbulova me atë çarçafin thot, por thash që çfarë është dhe po pyesja veten që pse të më vinë këto bretkosa nga dritarja. Kujdes, sepse nga dritarja do t'ju vinë. Dritarja është dritarja juaj e shpirtit. Kini kujdes, sepse shumë do të vinë dhe do t'ju flasin, do t'ju thonë unë jam Krishti, unë jam Krishti. Dhe po ju thonë ikni nga feja dhe verifikojnë ato mesazhet e tyre nëpërmjet librave të shenjtë prapë. Thot Bibla kështu, thot Krishti kështu. Po ju thonë që Krishti jam unë, por pastaj po ju bjen mesazhe akoma artificiale, Krishti ka thënë këtë, ka thënë atë. Kështu që kini kujdes, sepse këta njerëz nuk janë asgjë tjetër veç se të marrë, të rrëmbyer nga këto fuqi demoniake, ku do të bëjnë atë që Zoti na ka thënë ne që ti do të kalosh, anima jote do të kaloj përmbi këta. Jam unë për të kaluar aty përmbi këta, edhe unë falenderoj Zotin që sytë e mi po arrin që të shikojnë këtë gjë që po ndodh. Zoti po më tregon mua atë që ka shkruar atje te Bibla dhe vetëm unë që kam lidhje me Zotin po kuptoj se çfarë po bën Zoti jon tani. Tani Zoti jon po bën të realizueshme atë që është shkruar me këto fuqi demoniake të cilat dalin nga Abadoni, nga Apolloni, Zoti i Grekëve, biri i Zeusit, sepse do të dali fuqia e tokës, Zeusiane, Jupiterit, të cilën këta njerëzit e kem, që morën trupin e Thotit dhe Thoti thot që unë ja u dhash, thot, ma ja u dhash për një motiv. Ata veshën rrobat e mia, thot, por do t'i vishnin dhe do t'i mbanin veshur deri në momentin kur ne të zgjoheshim. Tani u zgjuam ne, ata janë fund. Prandaj ne e dim edhe i njohim kodet e tyre, ne i njohim gjuhën e tyre. Ne e dim që ata nuk kanë çelësa, por Zoti po na tregon ne kujdesni, sepse në bazë të asaj që unë ju kam thënë duhet verifikohet kjo gjë. Do të dali këta kjo fuqi demoniake, do të përballemi, do ta shikojmë që e njohëm, sepse po ju them që Ariana i njeh këto fytyra, Ariana i njeh këtë lloj komunikimi. Janë thot fuqi demoniake. Fryma e tyre është demoniake dhe ata do të flasin dhe do të bëjnë atë që ka shkruar Zoti, sepse çdo fuqi dhe çdo entitet ecën me të njëjtën rrugë, këtë që ka treguar Thoti këtu. Dhe ata ecën me një rrugë. Është Zoti umnerës, do të dalë, ma do të mbledh të gjithë shpirtrat e umnerës. Do të mbledh ata që nuk janë të dritës, sepse seleksionohet, drita seleksionohet. Në momentin që Ariana përballet me këto shpirtra, mua nuk më gjen gjë, si shumë nga ëndrat që ju keni sjell që keni parë veten që ne nuk kemi frikë prej këtyre. Pse? Sepse ne i njohim këta. Ne i njohim. Unë Islamin e njoh, unë Kuranin e njoh, e kam lexuar nëpërmjet kërkesës së Zotit. Më tha që është libri im, është i vjedhur dhe është libri im. I im në çfarë kuptimi? Kush më tha që është libri im? Më tha Zoti është libri im, libri këtij. Dhe isha mbi një pemë fiku. Okej? Këta nuk i din. Imam, hoxhallar, priftrinj, as ju nuk i dini çfarë është fiku, çfarë është pema sipër dhe çfarë janë librat që pash unë. E pash librin të hapur 2 libra i pash. Dhe di kam parë dhe një djalë tjetër që u thirr Izrael mbi librin e madh të kuq, i cili ishte libri i të madhit thot. Dhe rrinte sipër në qell.
ka një të vërtet lartë dhe ka lëshuar dhe një libër poshtë të cilin ja ka lënë dragojt, gjarë për antik, ku i thot Evës dhe Adamit, tani ju hani këtë sepse do t'ju hapen sytë dhe do mësoni të mirën dhe të keqen. Por nuk ishte ashtu, sepse Zoti e dinte që ata do të vinin tek e keqja dhe kur të kapnin, të humnin e kuilibrin, do të mbyllej qielli dhe ata do të zbrisnin në vdekjen e tyre, në Abadon. Do të zbrisnin në fuqinë e Zeusit. Do të dilnin forcat e tokës dhia, e cila është kjo Brizjapi, do të dilnin forcat e tokës, do të merrnin trupin e Thotit dhe do të bënin një tjetër Han. Do të dilnin me një tjetër Han, me atë të bretkosave, të karkalecave dhe të këtyre fuqive demoniake, ku dolën pas tij dhe morën gjithçka që ishte ti dhe lidhin në magji shpirtrat tuaj. I lidhin, por jo më tonin, falenderojmë Zotin, jo më tonin. Prandaj shikoni sa gjëra janë. Mos flini gjumë, mos rrini duke dëgjuar çfarë thot njëri, çfarë thot tjetri, por kërkoni të vërtetën dhe vishuni me shkrimet e shenjta, jo me fe. Me shkrimet e shenjta, kur ti njeh shkrimin e shenjtë, nuk të gënjejnë dot njerëzit që do të thonë unë jam ky, unë jam Krishti, unë jam Muhameti, unë jam mbreti, çfarë do t'ju dalin me këto antikrishtat dhe gjitha se çfarë nuk do t'ju thuhet tani. Unë jam Elia, unë jam ky, unë jam ai, nga të gjitha gjëra do të gjoni. Por në qoftë se ti nuk i njeh këto kode, në qoftë se nuk i njeh këto shkallë, do gënjesh, do vish i gënjur dhe do vish i marr i thithur prej tyre. E shikoni plisin si është, njerëzit me plis ishin në fillim njerëzit me trurin e gjatë, të stërgjatur, në formë vezake, të vezës kozmike. Dhe çfarë do thot ajo forma e stërgjatur që ka lënë i madhi Thot? I shkruan akoma Thoti këto gjëra. Por juve ju thuhet jo, ju mos lexoni sepse ato janë gënjeshtra, i ka shkruar njëri, ka shkruar tjetri. Po të shikoni ato studimet, të shikoni studimin e atij grupi italian që zbuluan piramidën, të Thotit, tani unë dëgjova për kuriozitet një video të njërit prej tyre që po flet tani dhe po jep të gjitha informacionet e zbulimit të tyre dhe i duar trokas këtij personi, sepse vërtet është një person i studiuar, i kishte kërkuar që t'i bënte bashkimet shumë mirë, t'i lidhte shumë mirë gjërat, por ai nuk arrin dot tek syri i tretë. Dhe nuk arrin dot që të gjej këtë racën ariane, ku janë. Ai i fajsoi, sepse, sikur ju thash, më përpara nuk gjende dot e vërteta, sepse është fshehur fillimi, është fshehur në mite, është lënë në këto librat e këtyre të prima Egjiptit, para Egjiptit. Është lënë në këtë gjuhën e kodeve, ku asnjëri nuk e kupton dot, duhet që të futesh në vibracion të syrit të tretë të artë, për ta kuptuar dhe për t'i lidhur gjërat. Nuk i bëjnë dot që t'i bëjnë bashkë femër mashkull, sikur e thot Bibla dhe sikur e tregon Thoti. Kur ti t'i bashkosh thot fillimin me fundin dhe kur çdo formë thot që është e njëjtë, ta bësh baraz thot, sepse nuk mund t'i thuash dot këtij që është me plis në kokë dhe atij që është me plis në kokë në para Egjiptit, që ka jetuar, t'i thuash që këta janë dy ndryshe, me kokë shqiponje, t'i thuash që ky dhe ky janë ndryshe, jo, ky dhe ky është baraz. Thot, kur ti këta t'i barazosh çdo formë, thot, dhe çdo figurë që është e njëjtë t'i bësh në një grup dhe të bësh ordin e të bësh rregullin, thot, atëherë ti thot do të afrohesh tek hapat e mia, tek ato që kam lënë. Dhe sallat e amentit, atë që tregon Thoti për informacionet e tij dhe për regjistrat, për portalin e tokës, për Romin dhe për Islamin që po flitet nga mësuesët tuaj imami shqiptarëve, pa ditur asnjë gjë nga energjit, pa ju përkthyer kodet nga gjuha shqipe, pa kuptuar se më të voglën pikë pyetje që të zbërthejnë. Unë nuk e di, më vjen shumë keq për ju, më vjen shumë keq. I kam shkruajtur dhe këtij një personi atje tek ai televizioni ku këta vend që flasin
I shkruajta një mesazh atij sepse kisha atë numrin e tij dhe i thash më vjen shumë keq, thash, për këto gjëra që po dëgjojmë, më vjen keq për shqiptarët, për ju më vjen keq, sepse po ju vërvisin si një top, merr njëri hidh gjuaj me këmbë këtej, merr tjetri hidh gjuaj me këmbë andej dhe ju shkoni tamam si një top loje ku këta personat pa ditur lozin me jetët tuaja. Dhe është gjuna. Prandaj o njerëz, kini mendjen. Dhe personi i televizionit absolutisht që thoshte që ne po bëjmë të pamundurën që njerëzve t'ju japim informacionet e sakta, por jo, në televizion e lëvizin parat, unë këtë gjë e di shumë mirë, sepse kalova, dhe vetë, dhe nuk do më shikoni më në asnjë televizor, sepse nuk pranoj më asnjë kërkesë, asnjë ofertë, asnjë gjë, kështu që nuk Zoti nuk merret në televizoret dhe Zoti ç'ishte për të lajmëruar e për të njoftuar, u njoftua. Punën duhet ta bëni vetë. Sikur thash, po kërkoj që t'ju lë këto sekrete, këto janë qelsat, nuk ka qelës tjetër. Për tjetër të vërtetën, do hapësh derën e qellit, do flasësh me Zotin dhe nuk do thuash që jam Zoti, sepse po kërkove Zotin, nuk mund të thuash dot jam Zoti. Ata që thonë jam Zoti, kujdes, ik për një herë. Ikni për një herë prej tyre, sepse je një krijesë. Duke qenë një krijesë në mish, jemi të vdekshëm. Dhe Zoti thot nuk arrihet kur ti je në mish, vetëm kur ti të kesh kputur të gjitha lidhjet e mishit, kur ti të kesh kputur të gjitha energjitë e trupit tënd, të cilat janë demoniake dhe ti kesh luftuar demonet e tu, thot, atëherë thot dhe kjo gjë është e vështirë, por e tregon Zoti nëpërmjet ngjitjes tij dhe tregoi Jezu Krishti, ku iku nëpërmjet vdekjes. Çoi trupin e tij në kryq dhe tha nëpërmjet kryqit do të vini, ku kryqëzuan 4 elementet dhe doli në etër, në dritë dhe kur erdhi nëpërmjet dritës prapë. Prandaj shikoni sa gjëra që janë shumë gjëra. Unë po kërkoj që t'ju sinjalizoj, kjo video sotme ishte thjesht për t'ju sinjalizuar. Dhe thash, në qoftë se i dini shkrimet e shenjta, kuptoni se çfarë po thot Ariana, kuptoni se çfarë thot ky imami, kuptoni se çfarë do t'ju thot ky tjetri, këta se çfarë do dalin, sepse janë marrë shumë nga këta bretkosat. Po vinë, është koha e tyre. E thot Bibla, ja u kemi treguar nëpërmjet shkrimeve të shenjta që do të dalin nga Abadoni, janë një fuqi e errësirës, ata të cilët mbajnë në atë forcat e tyre dragoniane dhe të fuqisë planetit Jupiter, mbajnë hënën, yllin e hënës dhe mendjet tona, imame, mendjet tona ama dhe mësuesin. Ama dhe mësuesia është femërore, sepse është hënore, kështu na ka bërë Zoti, dual. Dhe kur ne dualitetin ta bëjmë një dhe t'i bashkojmë i Zotit, ne njohim gjërat. Jemi ne mësuesi, jam unë mësuesi sepse brenda meje rrihet Zoti. Dhe unë gjeta burimin që burimi lëshon tek mua inteligjencë dhe dije. Dhe mua nuk më gënjen dot asnjë njeri. Nuk më gënjen dot feja, politika, kushdo që të vi tek Ariana të më thotë unë jam ky, unë jam ai, mua vetë më jep sinjale Zoti dhe për njerëzit që kanë ardhur tek Ariana dhe kanë thënë jam ky, jam ai. Unë në ëndër më del personi që vjen. Kush ma jep? Vete unë që ta shikoj, jo. Zoti im është gati që mua të më tregoj informacionet se kush erdhi tek unë. Thot ky është ky, ky është ky, ai është ai. Okej, kështu që kjo është energjia kur ti lidhesh me burimin. Burimi ti tregon gjërat. Prandaj keni kujdes. Kjo video sotme ishte thjesht për këtë, për që t'ju sinjalizoj mbi atë çka po ndodh, kohën që po flitet, dhe që t'i kuptoni gjërat mirë. Janë shumë pyetje që më keni bërë mbi purifikimin, mbi ato 3 fuqit e gurit të filozofisë që dje ju dhash, por duhet që t'i trajtojmë në një mënyrë më specifike dhe e para gjë duhet kuptojmë këtë njërë që ju thash.
nuk lëvizni dot, po nuk kërkuat vetë. Nuk mësohet dhe nuk vihet tek Zoti artificialisht. Dhe po ju them gjithmonë, Ariana është në dispozicionin tuaj. Unë ju ndihmoj për çfarë do gjëje që ju të keni nevojë. Por nuk jam unë Zoti. Do ta kërkosh vetë tek vetja jote dhe nëse nuk e kërkon, thot ti nuk fillon që të bësh vibracionin dhe që të futesh në frekuencë, po nuk kërkove. Është si puna, jemi si një makinë, si telefonat, ose si makinat që gujdojmë për të shkuar në punë ose për të lëvizur. Nuk ndizet makina, po nuk ka baterinë. Nuk ndizet makina nëse ti i hedh naftë dhe ajo nuk ka baterinë dhe nuk ka shoferin që ta gujdojë se ku do ta çojë. Okej, telefoni nuk punon nëse nuk ka skedën elektronike të lidhjes së komunikimit, të valve. Nuk punon nëse ti nuk e ke nëse nuk ke bërë lidhjen e valve, nëse ti nuk ke internet, nuk lëviz telefoni, nuk punon. Prandaj keni mendjen, keni kujdes. Këto gjëra janë brenda nesh, nëse ne nuk kërkojmë, nëse ne nuk pastrojmë, linjat tona të brendshme janë 12 kave për të pastruar. 12 dhe nuk pastrojnë vetë, ma pastrohet nëpërmjet dekades, X-it, ati që thanë që kemi Chelsea. Ma, ky Chelsea kalon në 10 fuqi dhe del në Egyptin antik. Kalon dhe kombinohet me 10 fuqi në zinxhir. Dhe fuqia ajo e pura, e pastra, e angjëve që ne i quajmë angjëj, eliminon fuqinë e të 12-ve të demonëve, i eliminon dhe del me fitore sipër. X-i është i kthysi, ose numri 10. Numri 10 është 01, ku ti vjen nga në fillim. Dhe kur vjen në fillim, ti kërkon nga asgjëja. Asgjëja është e sipërmja, që ti hap dhe merr shpirtin e shëjt. Dhe fillon, bie në origjinë. Kur bie në origjinë, kur vjen në origjinë, gjen islamin. Okej, aty del mantra lam. Dhe ti këndon, siç po këndon Ariana, sa herë ju kam thënë që kam parë ëndër këngë, valle, gjitha këto gjërat që ju kam treguar dhe njeriu këndon dhe tregon fjalën e Zotit. Prandaj ta mbyllim për sot, të shpresojmë që ju vura në guardja, që të shikoni dhe ju të kontrolloni, dhe po na la Zoti, thash, unë jam dispozicionin tuaj, por Ariana mashtrimin nuk e duron dot. Unë nuk më intereson se kush është ky, se kush është ai. Moza të lutem më lër që ta mbaroj këtë video. Ja, se do të marrë 2 minuta, do ta mbyllim. Është një motra jonë, nuk e di se çfarë do të komunikoj, por po e mbyllim këtu. Ju uroj gjithë të mirë dhe Zoti qoftë me ju. Ju dua fort. Miropafshim.